Assalamu alaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad. Inshallah sot do të vazhdojmë me komentimin e surës El-Kahf, dhe më thënë ajetet 14 deri 18, pra është mësimi 5, deri në fund të kësaj paraqitje dhe në këtij prezantimi, do të mësoni për rëndësinë e stabilitetit të zemrave, të kuptoni kur lejohet të praktiset atë dheu dhe të kuptoni zgjidhjet mahnitse që ju bën Allahu besimtarve kur ata kërkojnë ndihmë prej tij. Në ajetin e herës kaluar, domethënë që ishte ajeti i fundit, ajeti 13, pra u fol për atë se si Allahu ju shton domethënë besimin edhe më shumë atyre që i kthehen Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu tham se ajetet paraprake flasin si një hyrje për ngjarjen e shpellës, ndërsa pastaj pas asaj hyrje, domethënë do ta animon në një faqe gjysmë, Allahu i lartësuar shpjegon domethënë gjëra lidhur me këtë ngjarje, pra i përgjigjet Muhamedit alayhis salam edhe më shumë se sa që i kanë kërkuar idhujtar që ai t'u flet për banorët e shpellës. Në ajetin 14, Allah thot edhe i forcuam zemrat e tyre, i bëm të qëndrueshme, saqë kur u ngritën thanë, Zoti ynë është Zoti i qiellit dhe i tokës, nuk adhurojmë ndonjë zot tjetër pos tij, sa atëherë do të thoshim diçka shumë të padrejtë apo diçka shumë mizore. Me këtë ajet kuranor nga fjala domethënë që thot Allahu wa rabatuna ala qulubihim, domethënë i forcuam zemrat e tyre, po kuptojmë se ata kanë pasur nevojë që zemrat e tyre të forcohen, domethënë zemrat e tyre ishin të tronditura nga i presion, nga domethënë ajo shoqëri, nga i mbreti i atij vendit që i bënin që nuk dëshironin domethënë t'i lënin që ata ta besojnë Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Allahu i lartësuar është ai i cili zemrat e besimtarëve i forcon, i bën ju jep një stabilitet emocional kur ata e kanë imanin dhe kur ata e duan besimin. Në ishte rëndësishme edhe kjo ndihmë prej anës së Allahut, domethënë që ata të jenë stabil, të mos devijojnë pasi që udhëzuan. Dhe kjo zakonisht ndodh, domethënë gjithë besimtarët e kemi provuar se si sa herë që dëshirojmë me bë diçka për hir të Allahut që ndoshta është e vështirë ta bëjmë, ndoshta kërkon sakrificë për ta bërë, ndoshta hasemi në domethënë në shumë pengesa prej shoqërisë për ta bërë, mirëpo kur e dojmë këtë gjë me gjithë zemër, atëherë Allah na jep edhe stabilitetin emocional. Domethënë zemrat tona bëhen të forta dhe nuk mërzitemi pse do të kemi pasojë nga ata të cilët nuk e dojnë besimin te ne, domethënë ta shohin besimin te ne. Gjithashtu është interesant pjesa tjetër e ajetit ku këta besimtar ju thon atyre kur u ngritën, domethënë ka kuptimin ata u ngritën e refuzuan atë çka ju kërkuan ata, domethënë me siguri ju kërkuan që ta mohojnë këtë besim të tyre. Dhe kjo fjala u ngritën domethënë është e ka kuptimin refuzuan atë besimin, sepse kjo besimin e tyre, sepse kjo kuptohet nga pjesa tjetër e ajetit. Çka thon ata? Thon Zoti ynë është Zoti i qiellit dhe i tokës. Nuk adhurojmë ndonjë zot tjetër pos tij, sa atëherë do të thoshim diçka shumë mizore. E pohojnë besimin në një zot dhe domethënë mënyra se si e thon se nuk dëshirojnë me besu, mi bë shirk Allahut, me besu një zot tjetër, është një mënyrë me edukat, pra ata nuk ju kthehen kundërshtarëve të tyre duke u thonë kjo ç'a besoni ju, kjo është padrejtësi, kjo është e padrejtë, kjo është budallallëk ç'a e bëni këtë gjë, po e kthejnë te vetja e tyre. Domethënë nëse ne do ta besonim një gjë të tillë, ne do të ishim të padrejtë. Dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë, mos me ofendu kundërshtarin, domethënë në mënyrë të drejtë për drejtë, mos me ofendu për shembull jo besimtarët apo ateist apo çfarëdo grupi tjetër,
po me tregu prej perspektivës tënde. Domethënë unë e shoh kështu, nëse bëj këtë, më duket një gjë e padrejtë sepse për këtë gjë domethënë nuk kam asnjë garancë apo njohuri apo argumente që është e vërtetë. Në ajetin tjetër, ajetin e 15, thuhet këta populli ynë ka besuar zotat të tjerë posa ti. Pse pra nuk sillin ndonjë argument të qartë për ata? A ka më mizor se ai që shpif gënjeshtër ndaj Allahut? Domethënë edhe një herë po vërtetohet ajo që ka shpjeguar në mësimin e kaluar. Domethënë se nuk në përgjithësi të gjitha fetë që mohojnë Allahun apo që flasin për Allahun, domethënë gjëra të cilat nuk gjendet në librat e shenjtë, këto janë vetëm fjalë të gojës, domethënë janë diçka që nuk kanë argumente, nuk kanë marrë njohuri prej librave. Dhe edhe një herë domethënë po vërtetohet se Allahu i lartësuar nuk e do këtë lloj shpifja apo këtë lloj gënjeshtër, domethënë duhet të jemi 100% sigurt kur të flasim diçka për Allahun, kur flasim diçka për Islamin. Në ajetin tjetër, Allahu i lartësuar thot, derisa jeni izoluar prej tyre dhe prej asaj që adhurojnë ata, posa Allahut, atëherë strehoni në shpellë e Zoti juaj dhuron nga mëshira e tij e gjerë dhe ju lehtëson në çështjet tuaja atë që është në dobinë tuaj. Domethënë këta djelmosha është dashur që të largohen prej vendit të tyre. Është dashur që ta lënë domethënë atë vendin ku ishin, sepse atyre po ju rrezikohej jeta, po ju rrezikohej besimi i tyre. Prandaj prej këtu domethënë është mirë të kuptojmë një çështje e cila është domethënë e sqaruar shumë mirë në Islam. Kur lejohet largimi prej vendit tënd? Është një rregull e përgjithshme në Islam që preferohet qëndrimi. Domethënë sa të mundet njeriu të qëndrojë, edhe pse ka vështirësi, edhe pse ka sprova, edhe pse është i paragjykuar, edhe pse ka islamofobi në atë vend, është rregull i përgjithshëm është që mundohet të qëndrojë në vendin ku ka lindur, është rritur, domethënë me komunitetin të cilit i takon. Mirë po është domethënë përjashtim edhe largimi, pra mund të lejohet largimi, bile në disa raste bëhet obligative, në çfarë raste kur rrezikohet jeta, kur rrezikohet feja e tij. Dhe këtë gjë Allah na ka mundsuar që ta kuptojmë më së miri me shembullin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, sepse ai me të vërtetë qëndroi 13 vite në Mekë. Dhe kjo është ajo rregulla e përgjithshme, që duhet të mundohet të veproj aty ku Allahu i lartësuar ja ka mundsuar domethënë me komunitetin që i takon. Pra edhe pse kishte shumë vështirësi, kishte domethënë duke filluar prej talljeve me pejgamberin alayhis salam, për persekutimeve, prej tentativave për ta nënçmuar, për ta vrarë e tjera. Të gjitha këto domethënë i te kaloi pejgamberi alayhis salam dhe qëndroi 13 vite në Mekë. Mirë po, në fund u bë shpërngulja në Medine. Kur u bë kjo shpërngulje? Kur u rrezikua jeta e pejgamberit alayhis salam dhe jeta e besimtarëve dhe besimi i besimtarëve. Domethënë u bë shumë e vështirë më që të jetohet në Mekë. Pejgamberi alayhis salam i vdeqë dhe xhaxhai, nuk kishte mbrojtje domethënë prej askujt të besueshëm, kështu që atëherë u leju. Kemi shembull të tillë edhe tek populli jon, domethënë në kohën pas luftës së dytë botërore, kur në pushtet domethënë ishin komunistët, sidomos në Shqipëri ka qenë situatë edhe më e vështirë, por edhe në Kosovë domethënë ka qenë ngjajshëm. Dhe shumë familje të cilat ishin besimtarë, të cilat e panë se nuk ju lejohet që të besojnë se po rrezikohet edhe jeta dhe feja e tyre, u shpërngulën. Dhe siç thot Allahu i lartësuar që strehon në shpellë, Zoti juaj dhuron nga mëshira e tij e gjerë dhe ju lehtëson çështjet tuaja. Domethënë ju hap rrugë Allahu atyre të cilët e bëjnë këtë shpërngulje. Dhe kemi rastin domethënë që familjet e 3 dietarëve më të mëdhej shqiptar u shpërngulën në kohën e
e komunizmit, mirë po me të vërtet Allahu ju dha shumë begati, sepse Shej Albani, Abdulkadir Arnaudi dhe Shej Shuajbi u bën dietarët më të mëdhenj të hadithit të këtij shekulli. Pra, shpërngulja, largimi prej vendit kur duhet, kur rrezikohet jeta dhe feja, është një gjë që është e preferuar në fen tonë. Dhe këta djelmosha në këtë mënyrë, domethënë u larguan prej vendit të tyre dhe nuk ishte një gjë e lehtë për ta. Ishte një gjë, një sakrificë për ta, sepse sipas të gjitha informatave këta kanë qenë fëmijë apo djemt të njerëzve elit të asaj shoqërie. Do thënë të disa fisnikëve të asaj shoqërie, pra që ishin rritur nëpër pallate, dhe këta i lanë pallatet dhe shkuan e pranuan shpellën vetëm për ta ruajtur besimin e tyre. Gjithashtu në pjesën tjetër të ajetit ku thotë strehohen në shpellë, do thënë disa dietarë kanë menduar se kjo mund të jetë thënie e njërit prej tyre, njërit domethënë që ka qenë më i madh në moshë prej atyre të strehuarve, ndërsa mendimi më i madh i dietarëve është se kjo është inspirim nga Allahu. Domethënë Allahu atyre ju tha, i inspiroi që të strehohen në shpellë. Dhe ky inspirim nga Allahu quhet ilham, është i ngjajshëm me apo i njëjti me atë që i ka ndodhur nënës së Musait kur Allahu e inspiroi që ajo ta hedh foshnjën e vet, pra Musain alayhis salam, në lum, domethënë ishte gjë e vështirë për ta vepruar, po Allahu ashtu e inspiroi dhe e shpëtoi Musain prej vrasjes së ushtarëve të faraonit. Domethënë kjo e strehon në shpellë është një inspirim që u ka ardhur këtyre djemve nga Allahu që të ikin pikërisht dhe të shkojnë në shpellë. Dhe është një princip islam që sa herë një besimtar bën një sakrificë për hir të Allahut, Allahu e çon lehtësimin për të. Po dhe në përgjithësi është princip islam që me çdo vështirësi, çdo sprovë vjen edhe lehtësimi. Siç thot Allah i lartësuar në ajetin kuranor, fa inna ma'al usri yusra. Domethënë me të vërtetë me vështirësinë vjen lehtësimi. Domethënë Allahu ja ka bërë obligim vetes që çdo herë me provat të cilat vijnë për test, për të testuar njeriu në këtë botë, për të testuar besimtarin në këtë botë, bashkë me provën e çon edhe lehtësimin, ashtu siç e çoi edhe me rastin e këtyre djelmoshave. Në ajetin e 17, Allahu tregon ngjarjen pasi që këta hynë në shpellë dhe pasi që Allahu i vuri në gjumë. Thotë dhe te shihje diellin kur lindte, bartej prej shpellës së tyre nga ana e djathtë, e kur perëndonte largohej nga ata nga ana e majtë. Ata ishin në një vend të gjerë të saj. Domethënë Allahu i lartësuar këtu ja bëri kushtet e favorshme. Domethënë i përgatiti kushtet e favorshme që ata të mund të qëndrojnë të gjallë në shpellë. Dielli i cili bartej prej shpellës së tyre nga ana e djathtë, domethënë nënkupton se rrezet e diellit domethënë nuk binin në mënyrë të drejtë për drejtë në shpellë, që ata domethënë ta kenin shumë nxehtë, dhe në anën tjetër nuk ishin në atë gjendje që shpella mos ta shihte fare diellin, mos kishte fare rrezë dielli e të ngrinin nga i ftohti, por ishte rregulluar ashtu që domethënë të lindte nga ana e djathtë, të perëndonte nga ana e tyre e majtë, që nënkupton se hyrja e shpellës pas ka qenë nga ana e veriut. Dhe pra kjo është një argument për Allahut që ja ka përshtatur në këtë mënyrë që ata të qëndrojnë edhe të bëhen argument deri në ditën e gjykimit për fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj në ajetin e fundit që ta shpjegojmë për sot, thotë do të mendoje se ata janë të zgjuar, ndërsa ata ishin të fjetur. E ne i rrotullonim herë në krahun e djathtë,
e herë të majtin. Domethënë këto rrotullimet bëheshin për shkak të ruajtjes së trupit. Pra, për shkak të lëvizjes së muskujve, qarkullimit të gjakut e urtësitë të tjera. Dhe në pjesën tjetër, thot Allah që qeni i tyre i kishte shtrirë këmbët e para pranë hyrjes, sikur të kishe hasur në ta, do të ishe kthyer duke ikur dhe do të ishe mbushur frikë prej tyre. Pse kjo pamje e frikshme domethënë prej tyre? Gjithë ky qëndrim kaq i gjatë ka mundur domethënë dikush që ndoshta edhe të afrohet, po edhe të ikë nga pamja të cilën po e sheh. Arsyeja e parë pse mund të ketë qenë e frikshme kjo çështje, është se në përgjithësi në shpella mund të rinë edhe njerëz domethënë të cilët janë problematik në shoqëri, të cilët janë të duke ikur prej diçkaje, domethënë që kanë bën ndonjë thyrje të rregullës e tjera, dhe me një fjalë njerëzit mund të friksohen për njerëzve që rinë në shpella. Tjetër thon dietarët, ka mundësi që këtyre njerëzve, duke qëndruar kaq gjatë, ju kanë rritur flokët dhe thonjët, prandaj edhe mund ta kenë këtë pamje të frikshme. Dhe arsyeja e tretë mund të jetë se ata ishin me sy të hapur. Domethënë dhe tani paramendo dikush të hyjë dhe të sheh disa njerëz që janë në gjendje gjumi, por i kanë sy të hapur, rrotullohen sa andej sa këndej, domethënë është një gjendje e frikshme domethënë për ta parë. Prandaj edhe Allahu e përshkruan si të tillë. Pra këtu ishin ky domethënë në këtë ajetin e fundit, pra përshkruhet në detaje se si ishte gjendja e tyre sa ishin në gjum. Ndërsa mësimi këtu që duhet të reflektojmë për këtë gjumin e tyre është se me të vërtetë kush i mbështetet Allahut, Allahu do t'i bëjë atij zgjedhje çfarë as nuk ka mund ta paramendoj ai ndonjëherë. Në cilin nga këta djelmosha ka mundur ta paramendoj ndonjëherë se le që do të shpëtojnë nga mbreti pa besimtar, por Allahu ata do t'i bëj argument në një histori mahnitse deri në ditën e gjykimit. Kush prej tyre ka menduar se Allahu do t'ju vëj në gjumë dhe ata do të zgjohen pas 300 e ca viteve për të qenë argument për njerëzit. Në asnjëri s'ka mund të paramendoj se diçka e tillë mund të ndodhë. Prandaj ky është mësimi për ne, se kur i mbështetemi Allahut, domethënë mund të na jep asnjë zgjedhje që as që kemi mundur ndonjëherë të paramendojmë ne, sepse Allahu kujdeset më mirë për ne se sa na vetë me thurr historinë tonë të shpëtimit. Kështu që këto ishin domethënë këto ajete që kishim për t'i shpjeguar për sot. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe shpresoj se keni përfituar.